Tati. Tha, unë s'kam bërë gjë, tha. Ja ku keni jam huetoni. Dhe sot ai njeriu është dënuar për 175 lekë shpërdorim me detyrën. Pra nuk u akuzuaj për trafikun e drogës tjetër, për shpërdorim detyrë. Po sepse po të prekej trafiku do të shkonte shumë më lart. Pse? Çfarë pengon? Mirë, dakord, atëherë s'kishte SPAK. Po sot çfarë pengon SPAK-un të hetoj? Kush e kanabizoi Shqipërinë? Kush e pengon SPAK-un sot të verifikojë akuzat që janë bërë publike nga Ervin Saliani, që vllai i ministrit brendshëm ishte njeriu, po them për Greon Xhafën, ishte njeriu që drejtonte bandat e Vlorës. Kush e pengon sot SPAK-un? Ta zbardhi se çfarë pozicioni ka pas Ilir Beqa te koncesioni i sterilizimit, me atë që dilte Edi Rama ky Ylli Rakipi me thojtë pa prerë dhe thoshte shikojeni si ka lënë Sali Berisha. Ato gëshërët. Kush e pengon SPAK-un sot? Të na zbardhi si është e vërteta me Arben Ahmetaj. Çfarë pozicioni ka pas Arben Ahmetaj ke dosja e te turqive? Se ka qenë Arben Ahmetaj zëvendës kryeministër, nuk ka qenë Belinda Balluku. Ka qenë Arben Ahmetaj dhe ministri i ekonomisë dhe financave. Belinda Balluku ka qenë një nga ministrat. Pse pas ka bërë vetëm Belinda Balluku hajnin, jo se pa e mbrojë, se ti e di çfarë mendojnë dhe populli e di çfarë mendojnë për Belinda Balluku. Është shumë ti kërkon vajtje në krye të zgjedhjeve. E gjithë tuneli ka ngelur vetëm ke Belinda Balluku dhe tek Ervis Berberi. Son ke lotin dhe e kuptoj që sigurisht që ata e kanë bërë hajnin. Po tunelin e di, po edhe Askeloti po ta marr mirëqenien që po. Por ama tunelin tash ne dim gjithë se si është muhabeti tunelit. Neve na e than zarat e rilindjes që e kena dhënë 5 milionë euro se i duheshin Erdoganit. Patjetër. Që fullësirë më të madhe nuk ka. Që thuash Erdogani shifte i jepte apo si jepte Edi Rama 5 milionë euro. Turp më të madh. Unë po të isha Erdoganit ta merrja personale do thoja prit do vllazë kjo është turp. Mbështetësit e pushtetit vetëm një moment. Ku është direkt